duhet t'jeni ambicioz jo thjesht për tregun e brendshëm, por edhe për tregun e jashtëm, dhe jo për masivitet, por për super cilësi dhe për originalitet. Kështu që, siç tha Anila, kredia është fantastike, me 2%. Kredi me 2% është vërtet fantastike, me 70% të garancisë mbi kolateralin, që është prapë diçka që ju bën shumë punë. Dhe këtë e kam si mesazh për gjithë ata që kanë akoma dyshime. Ndërkohë që kemi tani më paketën e maleve në dispozicion, do t'i bëjmë një prezantim shterrues dhe kemi kapërcyer me ligj, jo me fjalë, të gjithë kalvarin e përpjekjes, sidomos atyre që janë në emigracion, për të investuar në mungesë të letrave të pronësisë, si rezultat i faktit që në shumë zona, dhe këtu kam parasysh kryesisht veriun e Shqipërisë, po ka dhe zona tjera në jug që nuk është pranuar 7501 dhe kanë qëndruar në tokat e të parëve. Ata nuk kanë konflikte me njëri tjetrin përgjithsisht, por nga ana tjetër e kanë pamundur që të marrin tokën me një ligj të vetin. Kështu që kemi bërë një ligj të posaçëm, që cilido që do të investojë në tokën e vet, mund ta bëj thjesht me një dëshmi të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak. Pra, gëzimi dihet që ka këtë territor, nuk ka konflikte me fqinjët, por për shkak se nuk hyn tek norma e 7500 dhe 2020 që ne kemi bërë prap na kanë shfaqur komplikacione, sepse u bë 2020 pikërisht për të kaluar 7501, atëherë këtu tashti ne i japim një krah, një kursi paralele, që gëzimi mund të vazhdoj investimin e vet, ka i plan për të vazhduar investimin e vet, pa pasur nevojë që t'i ketë të gjitha dokumentat që ndërkohë do t'i bëj avash me 2020, por duke marrë me Këshillin Bashkiak konfirmimin që kjo është toka e gëzimit. Dhe mbi atë bazë, vetëm atë letër, pa asnjë letër më shumë, me projektin, merr lejen direkt edhe fillon punën. Në ndërkohë, edhe me linjën e re të financimit. Besoj që kjo do na jap mundësinë që të shkojmë shumë më përpara me zhvillimin e agroturizmit, me zhvillimin e agropërpunimit. Aty tani të agropërpunimit do të fokusohemi shumë fort, sepse agropërpunimi është mënyra se si të krijojmë vlerë të shtuar. Ne kemi tejkaluar gjysmë miliardin e eksporteve, që duke e pamundur kur kemi marrë detyrën, por duhet që të shkojmë në 1 miliard eksporte, siç që është ambicia jonë, duhet të rrisim vlerë. Edhe rritja në vlerë bëhet nëpërmjet agropërpunimit patjetër. Kemi rezultate shumë mira në përmbysjen e shifrave të deficitit tregtar, sepse kur ne kemi marrë detyrën e kishim 1,7 dhe 1,8 pra për ushqimin, eksportonim 1 dhe importonim 8. Sot jemi në 1,3 dhe ambicia është shkojmë në 1,2. Dhe mund të shkojmë në 1,2 pa diskutim. 1,3 tregon që prodhohet shumë më tepër për tregun vendas. Pra, prodhohet më shumë për eksport, prodhohet më tepër për tregun vendas, dhe një pjesë e mirë e atyre që deri dje merreshin nga tregu juaj i përballon tregu vendas. Por siç thotë Ervin Dema, the sky is the limit, se ky thot anglisht. Qielli është kufiri jonë dhe ne duhet të synojmë qiellin.
edhe këtu faktikisht me ju kjo ka gjetur mishërim në gjithë çfarë ju keni bërë në atë shkallën e vogël në dukje, po në fakt shumë ambicioze që keni ngritur nga hiçi, duke dhënë shembuj fantastik. Vërtet fantastik, shumë respekte dhe ne jemi në dispozicion. Uroj dhe shpresoj për ta mbyllur që do të realizojmë objektivin historik të shqiptarëve për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian brenda 2027-s. Është shumë ambicioze, nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Ka njerëz që thonë, po na lodhet me këtë, se bëhet për 12 vjet, tani do bëjmë për 4 vjet. Dhe aty ju them që Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për Bashkimin Evropian 2005. Sot akoma nuk është në negociata. Serbia i ka filluar negociatat në 2014. Sot është mbas nesh. Malizi i ka filluar negociatat në 2012. Sot është krah për krah me ne. Ne negociatat i kemi filluar vjet. Dhe arsyeja pse sot ne jemi në vijën e parë bashkë me Malizi është se kemi punuar për të qenë gati për këtë ditë. Nuk e di, mbase ndonjëherë e mban mend, mbase se mban mend, s'ka rëndësi. Kur e thosha, nuk ka rëndësi se këta na thonë jo. Për ne ka rëndësi që Komisioni Evropian, qeveria e Bashkimit Evropian që merret me faktet thot po. Sepse ditën kur ne do të hapim negociatat do kemi bërë shumë më tepër se sa vendet që i hapën më parë dhe duhet jemi më afër mbritjes dhe ja ku jemi sot fare afër mbritjes. Por natyrisht 2027 nuk është merita jonë. Thjesht kemi bërë shumë dhe në aspektin diplomatik, gjëra që janë për libra, nuk janë për të treguar kur je akoma në detyrë. Dhe kemi bërë Shqipërinë një shining star, i thonë ata, Shqipërisë sot, një yll që shkëlqen në këtë rrugë. Dhe 2027 na ka ardhur si fat. Është momenti i përputhjes syjeve, sepse janë përputhur rrethanat tona të brendshme. Pra, janë përputhur ëndra jonë, ambicia jonë, këmbgulja jonë, puna jonë dhe dëshira jonë për të qenë brenda Bashkimit Evropian, me dëshirën e tyre për ta mbyllur këtë proces me ne në 2027, jo thjesht për ne, por për veten e tyre. Sepse duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian. Dhe për zgjeruar Bashkimin Evropian, duhet kapen diku, duhet kapen me dikë. Dhe faktikisht ne gjendemi në momentin e dur, në vendin e dur. Tani a jemi ne gjëja e duhur, këtë duhet ta provojmë ne. Duhet ta provojmë ne vetë. Do ta provojmë vetë duke mos humbur as një minutë, duke mos humbur as një ditë. Janë 1000 veta, pak a shumë. Që çdo ditë kur ne të tjerë dalim dhe shkojmë në punët tona, shkojnë zyrë dhe punojnë për negociatat. Dje, si çdo të hënë, 2 ministrat tona ishin në Bruksel dhe çdo të hënë shkojnë atje në llogari, jo çka ka bërë Shqipëria vitin e kaluar, çka ka bërë Shqipëria javën e kaluar. Këtu janë 40 skuadra që merren me 40 drejtime të ndryshme, sepse është gjithë pasqyra e shtetit. Dhe momenti i mbylljes negociatave është momenti kur ti mbyll një provim që ka të bëjë me shtetin. Ata nuk i mbyllin negociatat me një vend që ka probleme të
funksionimit në tërësi. Mund të ketë shumë probleme, po jo probleme të shtetë funksionimit. Dhe kjo do të thotë që atë shtetin që ne premtuam që duhet të bëjmë dhe do bëjmë shtet. Ne po e bëjmë. Pastaj patjetër shumë gjëra do kërkojnë kohën e tyre, por ama një makineri funksionale shtetërore për të gjithë gjërat bazë që garantojnë funksionimin e institucioneve, ne po e bëjmë. Pse e solla këtu këtë? Sepse ka shumë njerëz që dëgjojnë një fjalë tu, një fjalë aty, kapin një lajm këtu, një lajm aty, bën një muhabet tu, një muhabet aty dhe thonë që na duhet në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ne na duhet si kjo drita që shohim këtu. Ne shqiptarëve, si kjo drita. Na duhet si këto ushqimet që janë tu. Sepse vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, ky popull të shpëtoj një herë mirë nga persekutimi i historisë, edhe nga hijet e të shkuarës dhe nga rreziku që të kthehet gjithmonë mbrapa. Vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, çdo shqiptar do ta ketë të sigurt që liria vetë individuale nuk kërcënohet. Vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, barazia para ligjit nuk kërcënohet, por përkundërzi vetëm forcohet. Të gjitha këto, liria individuale, barazia para ligjit, standarde demokratike janë të kërcënueshme dhe janë të prapakthyer nëse mbetet në dorën që kush qeveris këtu. Se vjen njëri thotë duhet bëjmë reformë drejtësi, tjetri thotë jo, s'duhet bëjmë reformë drejtësi. Njëri thotë duhet mbështet lufta kundër korrupsionit nëpërmjet institucioneve të drejtësisë, tjetri thotë duhet shkri. Ndërkohë që të gjithë këto lëra kur je brenda Bashkimit Evropian nuk i bën dot më. Është dorëzimi i një pjesë të sovranitetit në një familje ku ka më të rritur, ka më të vegjël, po të gjithë duhet funksionojnë si një familje dhe nuk mundet dot njëri të thotë unë do kërcej sipër tavolinës. Se s'të lejojnë. Dhe përfitimi pastaj financiar është i jashtëzakonshëm. Ju jeni në këtë sektor, po ju them vetëm një shembull. Sepse kur hyn në Bashkimin Evropian, aty është një familje ku ka dy kategori. Janë më të rriturit dhe më të fuqishmit, janë dhe më të vegjëlit dhe më të dobtit. Më të rriturit dhe më të fuqishmit janë kategoria e kontribusëve. Ata kontribojnë. Pra Franca, Gjermania, Hollanda etj. I japin në buxhetin e Europës, e Bashkimit Evropian, më shumë se ç'marrin për buxhetit e Europës. Por ama qëndrimi aty dhe mbajtja në kontroll e asaj familje ju intereson për shumë gjëra të tjera që janë përfitime të jashtëzakonshme, tregu i përbashkët etj. Ndërkohë që vende si Shqipëria, në momentin kur janë përfitues, marrin nga buxheti i përbashkët më tepër se ç'japin. Dhe tek bujqësia. Ne në të gjithë këto vite nga Bashkimi Evropian kemi marrë më pak se 200 milion euro mbështetje. Bile, mbështetje të thënë, ndërkohë që ajo konkretja është dhe më pak. Disbursimet e bëra shkojnë më shumë se 100 milion euro në total. Në gjithë vitet. Me futjen atje është 300 milion euro në vit. Ka gjë thjesht është kjo. 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë. Për të gjitha ato komponente fare, treni i historisë ka ndaluar përpara nesh, sepse janë përputh. Treni i historisë nuk ndalon asnjëherë se ti do. Ti duhet të jesh gati kur ai vjen, sepse rrethanat e përgjithshme sjellin. Dhe e kanë sjell. Ne nuk duhet ta humbim. Sepse ajo dritare që është hap mund mbyllet. Sot
Ata duan me çdo kusht të na fuzin brenda ne dhe Marinezi. Por nëse gjërat e përgjithshme ndryshojnë, nëse lufta mbaron, marrëdhëniet e mëdha se të mëdhenj janë ata që e bëjnë muzikën, nuk e bëjmë ne. Ne vetëm kërcejmë sipas muzikës. Kurse muzikën, ritmin e përcaktojnë mëdhenj. Dhe nëse muzika ndryshon, mund të filloj prapë historia nga e para. Jo po se shiko se çohet një shtet se duhet bëni dhe këtë, jo po se shiko se keni dhe atë tjetrën që janë gjitha lojra. Sot është momenti ku asnjëri nuk luan me ne, po thonë jepi. Ama, po si dham ne, nuk na marrin edhe. Kjo është panorama e përgjithshme, dhe si thash për bujqësinë, keni parasysh shifrën tjetër. Në 10 vjet, Bashkimi Evropian na ka dhënë ne diçka më shumë se 1 miliard. Me hyrjen në BE, kemi 1 miliard e pak çdo vit. Është eksponenciale. Ju falenderoj edhe Qeros. Unë sot më ndjem shumë mirë. Jam shumë i lumtur që ju po ndani kohën sot. Këtu në këtë han, që dikur ishte një vend i përvojtur dhe sot është krijuar kjo gjë e bukur. Unë i kam blerë të toka shumë vite më përpara dhe zakonisht i kam ngacmuar të gjithë historianët e zonës dhe më ka dhënë një informacion të dhimbshëm që ky ka qenë kamp përqendrimi pikërisht këtu te sheshi. Aty janë betonet, bazamentet e kullës të vendrojës dhe unë nuk i kam lëvizur. Dhe gjithë kanali Vaditës është ndërtuar po nga të persekutuarit. Dhe unë e mendova që këtë vend të bëj vend shumë të bukur. Shpresoj të ja kem dalë. Këtu jemi të mbledhur të gjithë ne që duhet jemi shembull i shoqërisë shqiptare. Sepse me punën tonë kemi treguar që ne ja dalim. Nuk ka nevojë që ne të flasim që jo ky s'po bën këtë, po ky duhet bëj këtë. Gjithçka fillon nga vetja. Dhe nëse ne duam të bëjmë diçka të bukur, ne duhet japim shembullin tonë. Dhe unë mendoj që të gjithë sa jemi këtu, në momentin kur jemi bërë pika orientimi, që duhet shkojmë aty, duhet shkojmë këtu, ne ja kemi dalë. Si ja kemi dalë, du ta tregoj koha, jemi për mirë apo për keq, po unë shpresoj që ne të kemi ndikimin tonë sa më të mirë në shoqërinë tonë. Ka ardhur momente që të ndryshojë, që në Shqipëri nuk shkohet, në Shqipëri nuk bëhet. Ka shumë historira që lënë shkas për të thënë, por unë mendoj që ne duhet të marrim të mirën e të gjithë historive që kanë ndodhur. Pse thuhet sa vinë dhe kënaqen? S'ka asnjë logjik, jemi ne që ku shkojmë ande, dhe jo vetëm që kënaqemi, po dhe përshtatemi sipas rregullave dhe ligjeve të tyre. Pse mos i bëjmë këtu? Vendin e zhvillon shtehtari. Ne kemi shtehtuar, ne duhet të sillim të gjithë çka kemi akumuluar ndër vitet të punëve tona. Edhe njëherë falenderoj të gjithëve, jam shumë i lumtur. Juve nuk e besoni, unë jam shumë i lumtur, e ndjej çdo sekondë që kalojnë njerëzit me mua, se kush jep kohën ka dhënë gjithçka. Gjitha blien. Koha nuk blihet. Koha s'ka çmim. Kështu që ju falenderoj shumë që na keni ardhur. Ju falenderoj shumë gjithë. Faktikisht jemi mbledhur dhe jemi të gjithë pak a shumë si një familje këtu, flas për shoqatën e agroturizmit, por edhe me pjesëtarë të tjerë njihemi. Një gjë është që në lidhje me skemën, nëse dikur dëgjonim nga gjithë anëtarët që shkonin në përbanga, përpiqeshin për diçka, tashmë
pas shumë vizitave që kemi kryer dhe me ministrën të vërtet dhe kanë qenë dhe pjesëtar të bankave, kemi brejtur të kundërtën. Janë bankat më përfaqësues të bankave që po vinë, po na takojnë dhe po kërkojnë dhe ata takime të erëpashershme. Të gjithë ne besoj kemi marrë nga një kredi dhe i dim kushtet, i dim gjitha, kështu që nuk është nevoja të përsëris të them që sa të mira janë këto skema. E rëndësishme është që më bujësia është një produkt në sistemin bankar dhe vetëm kaq të themi, unë kam mbaruar ekonomik, jemi gjithë që merremi me biznese, vetëm 2% më është fiksuar që ka qenë portofoli i bankave të niveli 2. Tashmë biles jo vetëm që po kërkojnë, unë për shembull si kryetar i shoqatës, jo vetëm po kërkojnë takime që të sqarojnë në detaje çdo antar që ka nevojë, por kemi vënë re që dhe departamenti marketingut të bankave tani kanë filluar tërë eventet duan t'i bëjnë nëpër ferma më, dhe kjo prap tregon një qasje të gjithë shoqërisë. Unë mendoj që ushqimi, gjithçka është në një revolucion në Shqipëri dhe gjithë jemi kthyer më nga natyra, nga fshati. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, kur kam mbaruar për agrobiznes, ndoshta ndonjëherë në ndonjë dalje kafe thoshe edhe pak me ndrojtje. Kurse tani shikojmë që qasja është shumë e madhe, ndihet. Dhe fakti që ndihet dhe flitet për bujqësi dhe për agroturizëm nuk është e rastësishme. Probleme ka, që mos themi vetëm që çdo gjë është ndriçim, ka probleme, por është ajo që tha dhe zotëria më parë. Më thonë shpeshherë s'kemi drita, kemi probleme me rrugën. Ndonjëherë më vjen e përqeshur se kjo gjë ndodhet te ne që jemi 10 minuta nga Tirana. Megjithatë ndonjëherë e marrim me sportivitet, e kthejmë në atraksion, ndezim ca qirinj, duart trokasin të huaj. Domethënë, dua të them që duhet kemi një qasje pozitive. Po e pam çdo gjë me një qasje më pozitive, mendoj se s'ka pse mos shkoj asgjë ashtu siç duhet. Ndoshta dikush? Ai mbrapa, po. Përshëndetje, unë jam Julian Shoqëriu, biofarm Gramsh. Rreth 4 vjet kam ngritur një agroturizëm në qytetin ton, i cili shkruhet në një atraksion për Shqipërinë. Ne mbashtojmë rreth 650 kerba këtij timta. Kemi restorantin ton, Baxhon, ku çdo produkt që ne prodhojmë e trajtojmë brenda restorantin ton dhe na që më tepër tashmë është kthyer në një trend si kur ju e thatë që produkti mirë bie vetë klientin der. Kështu që jemi të kënaqur realisht, por ajo që më bën të ndihem akoma më krenar është për kraja si nga ministria edhe nga zhbr-ja, për arsyen sepse paketa e maleve është një vlerësim i joni për t'ju thënë faleminderit. Pasi kemi vërtet një hapësirë shumë të madhe në vendin tonë dhe duam të investojmë përsëri për të ecur përpara në agroturizëm. Dhe fjala që ju thatë me problemin e Këshillit Bashkiak është vërtet një sy e hapur për ne. Të dëshirojmë shumë që të kemi edhe për krajën ndofta edhe të bashkive, na ndihmoj paksa për problemet e ligjeve, sepse jo të gjitha i bëjmë dot vetëm. Kështu që vërtet ju falenderoj për gjithë ato gjëra që po bëni për agroturizmin shqiptar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ermali nga Kodra e Gërdhenja. Më falni, nga Çesnutilli, nga Tropoja gjithashtu, dhe ndodhem këtu për të mbështet djalin e Hani Qerosit me gjithë çfarë ne mundemi dhe t'i japim suport sërini. Më falja se kështu. Kënaqësi se edhe emocion, kemi edhe emocion i çik. Dha shumë faleminderit. Unë jam Joni. Jam shumë i lumtur që kemi të tillë kolegë mes nesh që janë kaq të gatshëm që t'japin suportin e tyre, që të gjithë të ecim së bashku në këtë mision që kemi nisur. Si ri jam shumë e fat, e ndihem shumë i kënaqur që kjo industri kërkon mbi të gjitha bashkëpunim dhe jo konkurrencë. Shumë faleminderit. Përshëndetje.
Përshëndetje, unë quhem Sadik Muçobega. Bashkë me bashkëshorten kemi bërë një bujtin në Lumë të Vlorës në Brataj. Tani afër e kemi hapur. U hap rruga, i dha zhvillim zonës, ne do t'japim akoma më shumë. Mendojmë. Jemi kthyer nga emigrimi, kemi jetuar 20 vite unë më shumë. Kaq. Atëre, problemi kryesor që ne kemi si bujtin është fakti që në bujtinë ne kam ndërtuar në tokën të cila ka qenë e prindërve të mi, por në momentin kur është bler toka është bler vetëm 300 metër katror, ndërkohë që e rrethuar është një sipërfaqe prej 2000 metër katror. Unë punoj vetë në kadastrën e Fierit dhe i di shumë mirë pjesën e ligjeve dhe problematikave. Është një tokë të cilën unë nuk e kam përfituar dot, domethënë pavarësisht se është bler gjithë sipërfaqja, me letra kam vetëm 300 metër katror dhe dua të di nëse unë jam një ndër përfituesit nga paketat e maleve, duke qenë se kam 7 vite që e kam bler këtë tokë. Ne kemi patur, duke qenë se kemi patur vetëm 300 metër katror, kemi parë dhe investimin nga AZHBR-ja për ta ndërtuar këtë bujtin, por nuk kemi patur mundësinë që ta zhvillojmë si një agroturizëm, duke qenë se hapësira ka qenë shumë e vogël dhe zona të lejonte një ndërtim deri në 2 kate. Kështu që paketa e maleve për ne ishte një dritë jeshile për të patur një mundësi më të madhe zhvillimi dhe për të investuar në diçka që në fund do ngelet e jona, se nuk mund të rrethojmë fundja një tokë që ne kemi pa letra. Kështu që ju falenderojmë. Përshëndetje të gjithëve. Ne vim nga Oda Sambeu, por kësaj rate vim nga Tirana, jo nga Tepelena. Falem mbështetjes Ministrisë dhe AZHBR-s. Bëm një zhvillim të biznesit tonë në Mullet dhe tashmë erdhëm këtu, faleminderit gjithëve, sukseset e këtij zotësit shtëpisë. Po, e kemi, vazhdojmë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Nertila, vi nga UBA Bank, përfaqësuese UBA Bank Dega Berat. Ne si bank kemi shumë të predispozuar të suportojmë biznesin, sidomos gjithë në bizneset si Iliri apo ata që ndërtojnë agroturizëm. Unë realisht jam e mrekulluar me punën që ka bërë Ervini në Berat. Berati ka ndryshime të mëdha dhe domethënë kënaqemi kur çdo gjë funksionon në rregull. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Petriti dhe vi nga Alpet Agroturizëm. Jemi certifikuar që në vitin 2019 jemi ndër të parët. Fal programit, po numër 1 në certifikimin e agroturizmit. Fal programit të parë të qeverisë, ne jemi mbështetur dhe nga 6 doma, e para kishim mbështetjen restorantin Kantinë e Verës, sot jemi kompletuar një agroturizëm që fal pranisë që ne jemi brenda qytetit Beratit, ne vizitohemi nga më shumë se 10.000 të huaj në vit. Ku qëllimi mbi 10.000 të huaj në vit. Si fillim kam asë vend sikleti i lirin. Por të merresh me agroturizëm është një gjë shumë e bukur, është kontakti i përditshëm me miq vendas, me miq tuaj, të merr me vete dhe nuk të del koha të rish i vrenjtur. Duhet të rish patjetër i qeshur dhe të bësh gëzuar me gjithë që vinë afër teje. Kështu që agroturizmi të merr me vete dhe ne sot jemi të kompletuar në agroturizëm, kemi krijuar fermën tonë, vreshtarin, gjithë produktet, po thoj se 80% të produkteve ne realizojmë tek ferma jonë, por kur ne dëgjuam që miratohet ligji për paketën e maleve, na ve përpara një ambicie që unë duke qenë afër malit të Morit, dhe njësia ku unë bëjmë pjesë ka goxha terren shumë bukur të malit të Morit, na ve atë sedrën pozitive që atje vërtet duhet investuar dhe tani me investimin e ri, afrimi i rrugës që po lidh Beratin me Gramshin,
ku është pjesë e njësisë administrative ku mbaj pjesë, ja afrohemi shumë malit të morit dhe atje vërtet ka një reliev dhe ka një mrekulli që duhet investuar. Paketa e maleve, ne do ta, ose juristët të përkas në shpjegojnë se si duhet të menaxhuar kjo lloj gjë e re që nis me re e kësaj qeverie, ne jemi të gatshëm që t'i afrohemi dhe jemi gati që të investojmë në zona të tilla. Ju faleminderit. Faleminderit. Unë jam Gzimi nga Kulla dhe buni Bayraktarit në Bug. Është kënaqësi me ardh nga mali ku e lashtura bor mram, edhe vi këtu në Berat. Uroj mikun tim Qerosin, si që keni cita emrin, po kjo është Qeros i jashtëzakonshëm, është fenomenal. Zoti Kryeministër, lajmet jashtëzakonshme për bankat, garancinë sovrane. Duhet të tregoj vetëm një gjë, kur kam jetu 27 vjet në Londër, nga eksperienca e biznesit që kam pasur në Londër, partneri kryesor i një biznesit është banka. Kur kam marrë në Shqipëri, fatkeqësisht nuk e kam gjetë këtë show, me një ndërhyrje shumë të madhe, shumë kam marrë 1/20 në investimin tim të banka, edhe me mirë kuptimin e gjithëve sot paguaj 8%. Edhe shoh Eurobondin ku po shkon po më ngrihet o ku po ulet. Nuk mundet me ecë një biznes vetëm me kështu, sepse ne kena ecë, nuk i kena pas tona lek kur kena ardhur për investime, po kena marrë pak te banka, pak kam marrë te shoku jem, pak i kam thonë atij na mos i nxirr i lekta, mos i po të mykën aty më jep mua të investoj, i kena marrë nër miçë, nër shokë, nër kushëri, që kena ecë edhe kena ardhe i këto. Sot partneri më kryesor është banka, sidomos kur është garancia e qeverisë, sepse edhe sot në kushtet kur vinë bankat me të bani një vlerësim të aseteve, agjensitë lizbatuese sot është logjike nuk të japin asnjëherë vlerësimin real. Sepse sot 1.000 metra tokë shitet me çmim referencë të noteri 2 milion lekë vjetra. Mirë po kur e shet aty, po në fakt ai shitet 20.000 euro, po kjo nuk pasqyrohet edhe vlerësimi i tokës tonë pra ka me kënë me 2 milion. Pra kur hyn qeveria si garanci, kjo është gjë e jashtëzakonshme. Unë jam në proces të mbarimit të do projekteve që kam, edhe financiarisht kam ngel në një pozicion, sepse kam investu, si më thonë, gjakun tim gjithë mundin e djersën, edhe kam ngel që ka ardhur në kohën e duhur kjo paketë edhe për mua. Edhe e dyta, edhe